Horoskopi për të njëjtën, Dashi. Sjell energji të reja dhe dëshirë për të përparuar në punë. Mund të përballeni me një situatë që kërkon vendim të shpejtë, por intuita do t'ju ndihmojë. Një bisedë me një person me përvojë mund të jetë shumë e vlefshme. Në dashuri përpiquni të tregoni më shumë durim. Mbrëmja është e mirë për të bërë plane. Demi, kjo ditë kërkon qetësi dhe vendime të maturuara. Mund të merrni një lajm që lidhet me një çështje financiare ose profesionale. Në punë përqendrohuni te detajet për të shmangur gabimet. Në marrëdhëniet personale mund të keni një moment të këndshëm me familjen. Mbrëmja është ideale për relax. Një ditë dinamike për ju. Komunikimi dhe takimet mund të sjellin ide të reja dhe bashkëpunime interesante. Në punë një projekt mund të marrë drejtim pozitiv. Dashuri shmangni debatet për çështje të vogla. Mbrëmja është e përshtatshme për shoqërim. Gaforja. Kjo ditë mund të sjellë disa përgjegjësi shtesë në punë. Mund të ndiheni pak të lodhur, por përpjekjet tuaja do të japin rezultat. Në familje një bisedë sinqertë do të përmirësojë atmosferën. Në dashuri tregoni më të hapur. Në mbrëmje gjeni kohë për pushim. Luani. Energjia dhe vetbesimi juaj janë në rritje. Në punë mund të merrni një vlerësim për punën tuaj, një mundësi e re mund të hapet në horizont. Në dashuri pritet një moment romantik ose një surprizë. Kujdes vetëm me reagimet e nxituara. Vëzhgëresha. E njëjtja kërkon përqendrim dhe organizim të mirë. Mund të përfundoni një detyrë të rëndësishme që ju ka marrë shumë kohë. Në punë përpikmëria juaj do të vlerësohet. Familje mund të diskutoni për planet e reja. Mbrëmja është e qetë dhe relaksuese. Peshorja. Balanca është shumë e rëndësishme gjatë kësaj dite. Mund të përballeni me një zgjidhje që kërkon mendim të kujdesshëm. Në dashuri, komunikimi i hapur do të ndihmojë shumë. Në punë mund të lindë një mundësi bashkëpunimi. Dita përfundon me një atmosferë më pozitive. Akrepi. Intuita juaj do të jetë shumë e fortë sot. Mund të kuptoni më mirë qëllimet e njerëzve përreth. Në punë është momenti të bëni një lëvizje strategjike. Në dashuri, emocionet mund të jenë të forta. Mbrëmja është e mirë për reflektim dhe për qetësim. Shigjetari. E njëjtja sjell dëshirë për ndryshim dhe aventura të reja. Mund të lindë një ide për një projekt personal. Në punë përpiquni të përqendroheni te detajet për të shmangur gabimet. Në dashuri mund të ketë një surprizë të këndshme. Mbrëmja është ideale për aktivitete sociale. Briciapi. Kjo ditë është e fokusuar tek puna dhe tek përgjegjësitë. Mund të bëni një përparim në një projekt që ka rëndësi për ju. Një koleg mund të kërkojë mendimin tuaj për një çështje të rëndësishme. Në familje atmosfera është e qetë. Mbrëmja është e mirë për të bërë plane. Ujori. Idetë kreative do të jenë në qendër të vëmendjes gjatë kësaj dite. Mund të gjeni një zgjidhje për një problem që ju shqetëson. Në punë një bashkëpunim i ri mund të sjellë rezultate pozitive. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë personale. Mbrëmja sjell frymëzim. Peshqit. Emocionet janë më të theksuara sot, mund të reflektoni për disa vendime të rëndësishme në jetën tuaj. Në punë përpiquni të ruani qetësinë në situata të tensionuara. Një mik mund të kërkojë mbështetjen tuaj. Mbrëmja është e përshtatshme për relaks dhe për qetësim.